Të nderuar shikues, pra kemi ndjekur kështu disa sekuenca të festivalit Bletëza 2025, që ishte në fakt edicioni 31 merat i këtij festivali, dhe sigurisht që fituesen e këtij festivali ose voglushen e cila mori vendin e parë, çmimin e parë në festivalin Bletëza 2025, Adora Thaçi, që u prezantua me këngën e saj Tetova qyteti im, sot e kemi të ftuar në emisionin ton të pasdites. Përshëndetje Adora, mirë se na erdhe. Mirë u gjeta. Faleminderit shumë, ne të përgëzojmë për çmimin dhe urojmë që të marrësh edhe shumë çmime të tjera. Faleminderit. Adora, sa je kënaqur, e gëzuar që ke marrë vendin e parë? Shumë jam e gëzuar. Kur juria përmendi emrin tënd, a ishe e lumtur? Po, u gëzova shumë. Si quhet kënga jote? Tetova qyteti im. Kush te ka bërë këtë këngë? Avnit Qahili. Të cilën e përshëndesish? A mund të më thuash pak se kë kishe dashur të falenderosh që u përkujdes për ty, për përgatitjen tënde për këtë festival? Prindërit e mi, Avnit Qahilin, grupën e baletit, edhe jurin? Edhe jurin dhe televizionin Koha për mbështetjen. Faleminderit shumë. Fustanin e ke shumë të bukur, në fustanin e Adorës shkruan teksti i këngës të cilën e ka pasur mbrëm. Kush u përkujdes për këtë fustan të bukur? Mami. Adora, çka do të bëhesh ti kur të rritesh? Një këngëtare e famshme. Dëshiron që të bëhesh një artiste, një këngëtare, ashtu siç ishe mbrëm tek Blexat? Po. Do vazhdosh të merresh me muzikë? Po. Në shkollë më thuaj si je me shkollën? Je nxënëse shembullore? Nxënëse shkëlqyeshme? Po. Cila klasë je? Klase 3. Mësuesja ime ka emrin mësuesja Juleta. Dhe në cilën shkollë mëson? Te shkolla Migjeni. Shumë bukur. Unë uroj që Adora në të ardhmen të bëhesh një artiste e madhe dhe t'i pushtosh edhe skenat botërore, por Blexat asnjëherë nuk do të harrosh, apo? Po. Do të marrësh pjesë sërish vitin e ardhshëm në festivalin Blexat? Po. Dhe edhe njerë për fund, çfarë mesazhi, çfarë porosie do kishe dashur që t'ju japish moshatarëve të tu? Të gjithë fëmijët që t'i ndjekin dëshirat e tyre, ata që duan të këndojnë, ku të vinë? Të vinë te festivali të Blexave të këndojnë me ne. Adora, faleminderit shumë që na zbukurove mbrëm skenën e festivalit, me pamjen tënde, me zërin tënd, me performancën tënde. Vëre që ke shumë talent për këtë, domethënë për muzikë dhe jo vetëm, dhe unë uroj që në të ardhmen të kesh shumë suksese. I falenderojmë dhe prindët e tu për mbështetjen që të kanë sjellë sot edhe në emisionin ton, edhe uroj që sërish të kemi në emision me ndonjë sukses edhe më të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Pra të nderuar shikues, kemi pasur kështu një intervistë të shkurtër me një bukuroshe, voglushe, fituese të çmimit të parë të Blexave 2025, Adora Thaçi, që u prezantua me këngën Tetova qyteti im. Nuk e di nëse don Adora një pjesë të këngës të na këndosh, ta shohim edhe në live në studio këtë pjesë? Okej. Të dëgjojmë atëherë? Vrim në këngë? Jo, mund të rish edhe ulur. Sa herë them se më pëlqen, o qyteti im që më sjell gëzim, sa herë unë e dua më shumë, kudo që shkoj se haroj. Përballë ke malin shar, aty pran lumin vardar, shkumbini bukuri, s'ka si ti, s'ka si ti. Tetova si një mrekulli, nuk ka si ti bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, tetovjeti për mua shtëpi. Tetova si një mrekulli, nuk ka si ti bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, tetovjeti për mua shtëpi. Shumë e bukur, shumë e bukur. Faleminderit Adora dhe për këto emocione të bukura që edhe neve na solle sot në studio me këtë këngë, me zërin tënd të mrekullueshëm edhe tekstin shumë të bukur që e ke. Të uroj edhe një herë për çmimin. Faleminderit. Faleminderit dhe ti. Pra të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me Adorën e bukur. Rikthehemi pas pak.